datën 19 prill 2026. Kemi një javë mjaft rëndësishme ku kjo javë do na mësoj shumë gjëra që çfarë të bëjmë dhe ku do të shkojmë mbi çështjet madhore. Kjo javë ka një vlerë shumë të madhe deri në fund të nëntorit, të kuptojmë të 2026-s, ku do të flasim shumë, sepse ndikimet planetare dhe çështjet që lidhen me probleme të ndryshme japin zgjidhje dhe kjo duhet pasur kujdes edhe vëmendje. Por le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave nga data 13 deri në datën 19 çfarë ndikohen dhe çfarë juve dëshironi të realizoni në kohën e duhur. Disa ditë që nuk i referohem përse përket çështjeve ndikime planetare, do të thotë që nuk kanë një ndikim. Kemi datën 13. Data 13 ku Marsi formon një kënd me Neptunin në dash. Ky është një kënd që ndikohet shumë në lidhje me çështjet e karrierës, të biznesit, të gjërave të mëdha që përfitojnë shumë shenjat e dashjet impulsive, sidomos dash gafore, peshore, bricap ose ata që kanë planete apo ascendente në këto shenja. Kemi gjithashtu lidhjet që kanë të bëjnë me ndryshime të mëdha, mundësitë që jepen, do të thotë një gjashtkëndësh që bën Afrodita që në rastin konkret në dem me Jupiterin në gafore. Ky është një nga këndet më të mira dhe këndet më pozitive sepse perspektiva dhe mundësitë që sjellin optimizëm, fat, ndihmon të arrijë qëllimet dhe kemi ndikime më të mëdha në pretendimet tona. Ne bëjnë të rëndësishme, sidomos rëndësishme të veçantë nga dreka ka të bëjnë shumë lidhjet që kanë të bëjnë mundësitë e shenjave të tokës dhe të ujit që favorizojnë jashmase, përkatësisht demi, virgjëresha, briciapi, gaforia, akrepi dhe peshit të rrjedhicit të dytë ose ata që kanë ascendente dhe planete në këto shenja, sepse ndikohet gradualisht dhe mundësitë të arta që vinë drejt këtyre shenja, edhe pse ka të bëjnë pikërisht kjo ditë, dita e mundësive të mëdha dhe e kohës së duhur. Gjithashtu është një mundësi mjaft e mirë mbi zhvillimet dhe konkretizimet e lidhjeve të punës afatgjatë dhe të kohës që juve kërkoni, sepse ka të bëjnë paçka se neve kemi dhe mundësi të tjera në lidhje me mënyrën se si gjërat vinë, por pikërisht kjo ditë e hënë është ditë mjaft e rëndësishme, ditë që kërkon mundësi, kërkon kohën dhe rregullimet dhe çdo gjë ndryshon në fushat e mëdha të ekonomisë, por edhe të asaj të dashurisë. Kemi datën 14. Data 14 prill ku Mërkuri nga shenja e Peshqeve formon një gjashtkëndësh